Zbulimi më i rrezikshëm i Jungut nuk kishte të bënte me sëmundjet mendore. Kishte të bënte me njerëz që ndjejnë gjëra që të tjerët nuk i shohin kurrë, dhe pse kjo aftësi i shkatron plotësisht. Në praktikën e tij klinike, Carl Gustav Jung u ndesh me një kategori njerëzish që nuk i shpjegonte asnjë diagnoze zakonshme. Individ që kalonin në një dhomë dhe menjëherë ndjenin kush gënjente, kush fshihte dhimbje, kush mbante urrejtje të heshtur nën buzëqeshje të gjëra. Ata nuk ishin të çmendur, ishin tepër të vetëdijshëm. Jung e quajti këtë zbulim të rrezikshëm, jo sepse aftësia ishte e keqe, por sepse çdo person që e zotronte, pa përjashtim, përfundonte i izoluar, i lodhur dhe i pa aftë të mbante marrëdhënie normale. Jo sepse kishin probleme, por sepse shihnin shumë dhe bota nuk është e gatshme për ata që shohin shumë. Sot do të tregoj çfarë zbuloi Jung për këta njerëz të rrallë. Pse kjo aftësi ose i shkatron plotësisht, ose i transformon në diçka të jashtëzakonshme, dhe çfarë ndan njërin fat nga tjetri. Rasti që nisi gjithçka. Viti ishte 1913. Jung po kalonte një nga periudhat më të vështira të jetës së tij. Sapo kishte prishur miqësinë dhe bashkëpunimin me Sigmund Freud, dhe bota akademike ja kishte kthyer shpinën. Pikërisht atëherë i erdhi një paciente që do ta ndryshonte gjithçka. Ajo ishte një grua e heshtur, tepër introverse, që erdhi te Jung jo sepse dëgjonte zëra ose kishte kriza. Erdhi sepse nuk mund të funksiononte në botën normale. Nuk mund të mbante një punë, nuk mund të mbante miq, nuk mund të bënte bisedë të thjesht pa u ndjerë e rënduar nga gjithçka dhe e pa kuptuar nga njerëzit rreth saj. Jung filloi ta dëgjonte, dhe ajo që dëgjoi e tronditi. Ajo i përshkruante njerëzit me saktësi të çuditshme, dinte kur dikush gënjente para se personi të hapte gojën, ndjente tensionin e fshehur në çdo grup njerëzish, shihte dhimbjen pas buzëqeshjeve të forta, dëshpërimin pas sukseseve të shkëlqyera, xhelozinë e heshtur pas urimeve të ngrohta. Jung shkruante në shënimet e tij private. Pacienti shfaq një kapacitet të jashtëzakonshëm për të perceptuar përmbajtjet e pavetëdijshme tek të tjerët. Por kjo aftësi i shkakton vuajtje të madhe, jo avantazh. Ajo nuk vuante nga psikoza, nuk vuante nga çrregullimi, vuante nga diçka që Jung sapo po fillonte ta kuptonte. Nën vetdia e saj, kishte avancuar shumë më larg se sa bota të ishte gati për të. Çfarë zbuloi Jung pas vitesh hulumtimi? Jung kaloi dekada duke studiuar njerëz si kjo paciente dhe zbuloi diçka që shkencën e kohës e la pa fjalë. Ekzistonte një lloj i rrallë arkitekture mendore, ai e quajti tipi intuitiv introvers, që zotëron atë që ai e pagëzoi perceptim të diferencuar. Truri i këtyre individëve nuk përpunon vetëm informacionin e dukshëm, ai kap modele të pavetëdijshme, tensione emocionale të fshehura, kontradikta psikologjike që të tjerët nuk i shohin fare. Ata ndjejnë depresionin pas buzëqeshjeve të detyruara, ndjejnë dëshpërimin pas prezantimeve konfidente, ndjejnë hidhërimin e grumbulluar që një grup njerëzish ka rënë dakord ta injorojë kolektivisht. Hulumtimet moderne të psikologes Dr. Elaine Aron konfirmuan se rreth 20% e njerëzve kanë njësmëri të shtuar emocionale dhe shqisore. Por Jung kishte identifikuar diçka shumë më specifike, një nën kategori prej rreth 1% të popullsisë që nuk ndjen thjesht thellë, por percepton modele të pavetëdijshme me qartësi tronditëse. Nëse ti e ndjer ndonjëherë si të jetosh në një realitet tjetër nga të gjithë, nëse ke ndjer gjëra para se ato të ndodhnin, nëse ke parë problemin para se njerëzit ta pranonin ekzistencën e tij, Jung kishte një emër për ty dhe kishte gjithashtu një paralajmërim të rëndësishëm. Por zbulimi më shqetësues ishte ende për t'u bërë. Jung vuri re se njerëzit me perceptim të diferencuar nuk vuanin vetëm nga izolimi. Ata bëheshin shënjestër.
Ai dokumentoi një fenomen psikologjik që e quajti projektimi i hijes, momentin kur dikush u reflekton të tjerëve anët e tyre të errta, bëhet objekt sulmi, jo mirënjohjeje. Kur pavetdia e dikujt shikon veten të pasqyruar qartë tek tjetri, ka vetëm dy zgjedhje: pranon atë që shef ose sulmon pasqyrën. Shumica zgjedhin të sulmojnë pasqyrën. Jung shkruante: personi që sheh qartë fajsohet për problemet që ai thjesht i vëren, jo i krijon. Ti e ke ndjer këtë, ke shprehur shqetësim të sinqertë dhe dikush ka shpërthyer kundër teje. Ke vënë re diçka të qartë dhe je akuzuar se kërkon probleme ku nuk ka. Ke qenë i pari që ka parë diçka dhe i fundit që është besuar. Nuk ishte rastësi, ishte mbrojtje psikologjike. Jung e quajti këtë dukuria e bartësit të fajit kolektiv, ku individi me perceptim superior bëhet problemi zyrtar i çdo grupi që hyn. Jo sepse krijon probleme, por sepse zbulon ato që grupi ka vendosur kolektivisht t'i injoroj. 4 llojet e njerëzve që kanë perceptim të diferencuar. Jung zbuloi se jo të gjithë njerëzit me perceptim të diferencuar vuajnë një lloj. Ai identifikoi 4 modele të ndryshme, secili me mënyrën e tij unike të përpunimit të realitetit. Lloji i parë, intuitivi ndjenjësor. Ky lloj nuk vetëm sheh çfarë ndodh psikologjikisht, e ndjen në trup. Absorbon emocionet e të tjerëve aq plotësisht sa shpesh nuk di të dallojë mes ndjenjave të veta dhe atyre që i ka thithur pa dashje nga mjedisi. Jung shkruante: intuitivi ndjenjësor jeton në një gjendje të vazhdueshme kontaminimi emocional, duke përjetuar emocionet e pavetdijshme të gjithave rreth tij. Lloji 2, intuitivi mendues. Ky lloj sheh modele psikologjike dhe parashikon rezultate me saktësi befasuese. Ata mund të parashikojnë dështimin e një marrëdhënie muaj para se ajo të shempet, jo përmes analizës logjike, por përmes njohjes intuitive të modeleve. Jung vërejti: ata zotrojnë aftësinë e çuditshme për të parë përfundimet logjike të proceseve të pavetdijshme që të tjerët nuk i kanë ndier ende. Lloji i tretë, intuitivi shqisor. Ky lloj ndjen manifestimet fizike të gjendjeve psikologjike tek të tjerët. Mund të ndjejë sëmundje para se simptomat të shfaqen, lodhje para se të pranohet, tensionin trupor që tregon distres emocional të fshehur. Jung i quajti këta individ sisteme të hershme paralajmëruese për sëmundje psikologjike dhe fizike të mjedisit. Lloji i katërt, intuitivi i pastër. Ky është lloji më i rrallë që Jung takoi. Ata shikojnë gjithçka, por kanë vështirësi t'i organizojnë ose t'i shprehin perceptimet e tyre në mënyrë koherente. Jung vërejti: ata jetojnë në një gjendje të vazhdueshme mbi ngarkese, duke marrë sasi të mëdha informacioni të nënvetdijes pa strukturë psikologjike adekuate për ta përpunuar konstruktivisht. Të kuptuarit e tipit tënd është vendimsor, sepse secili tip kërkon qasje të ndryshme ndaj asaj që Jung e quajti sfida e integrimit. Procesi i integrimit. Rruga nga mallkimi te dhurata. Për shkak se perceptimi i pa integruar paraqiste rreziqe kaq serioze, Jung zhvilloi atë që ai e quajti procesi i individuimit, një qasje sistematike për të ruajtur identitetin, ndërkohë që zhvillon marrëdhënien e vetëdijshme me përmbajtjet e pavetëdijshme. Faza 1. Njohja dhe diferencimi. Jung i mësonte pacientët e tij t'i njihnin momentet kur po absorbonin material psikologjik që nuk ishte i tyre. Ai e quajti këtë diskriminim i vetëdijshëm, aftësia për të dalluar mes përvojës autentike të brendshme dhe asaj të absorbuar nga jashtë. Teknika. Kaloni kohë çdo ditë në vetmi të plot, duke lejuar materialin e absorbuar të zëvend, derisa të njihni zërin tuaj autentik psikologjik. Faza 2. Integrimi i hijes. Jung zbuloi se njerëzit që shohin qartë hijen e të tjerëve, shpesh e bëjnë këtë sepse nuk kanë integruar hijen e tyre. Sa më shumë të mohosh kapacitetin tënd për gënjeshtër, egoizëm ose mizori, aq më shumë do të turbullohesh duke parë këto cilësi tek të tjerët. Integrimi i hijes nënkupton pranimin se të gjitha cilësitë njerëzore që vëren tek të tjerët i posedon ele ti. Kjo nuk të bën person të keq, të bën person të plot. Faza 3.
Pjesëmarrja e vetëdijshme. Faza finale përfshin atë që Jung e quajti pjesëmarrje e vetëdijshme në pavetdijen kolektive. Aftësia për t'u angazhuar me përmbajtjet psikologjike të tjerëve, pa u mbingarkuar dhe pa humbur identitetin individual. Jung shkruante: personi i individuar mund të shërbejë si urë mes të vetëdijshmes dhe të pavetëdijshmes, duke ndihmuar të pavetëdijshmen të bëhet e vetëdijshme tek të tjerët, pa sakrifikuar integritetin e tij psikologjik. 3 rreziqet e mëdha që Jung dokumentoi. Pse Jung e konsideroi këtë zbulim kaq të rrezikshëm? Sepse pa integrim të duhur psikologjik, perceptimi i diferencuar nuk ishte thjesht i vështirë, ishte shkatërrues. Rreziku 1. Prishja e marrëveshjeve kolektive. Jung vërejti se shoqëritë, familjet dhe organizatat funksionojnë pjesërisht fal marrëveshjeve të heshtur kolektive, gjëra që të gjithë i dinë, por askush nuk i thot. Individi me perceptim të diferencuar i shkel këto marrëveshje thjesht duke ekzistuar autentikisht. Ai bëhet destabilizues, jo sepse dëshiron, por sepse nuk mund të pretendojë se nuk sheh çfarë sheh. Rreziku 2. Izolimi psikologjik. Jung shkruante: mallkimi i ndërgjegjes është se nuk mund të ndahet me ata që nuk e zotërojnë. Individi bëhet një ishull vetdijeje në një oqean pa vetdijeje. Ky izolim nuk është vetëm social, është ekzistencial. Ndjenja se jetoni në një realitet tjetër nga të gjithë rreth jush nuk është paranoja. Sipas Jung, është simptom e perceptimit të avancuar të pa integruar. Rreziku 3. Shpërbërja e identitetit. Ky ishte rreziku që Jung e konsideroi më të rrezikshmin. Njerëzit që absorbojnë vazhdimisht përmbajtje psikologjike nga të tjerë, shpesh humbasin kontaktin me personalitetin e tyre autentik. Bëhen kaq të përmbushur me materialin e jashtëm psikologjik, sa nuk mund të dallojnë më mes botës së tyre të brendshme dhe asaj që thithin nga mjedisi. Jung e quajti këtë gjendje participation mystic, shpërbërja e kufive psikologjik dhe bashkimi me përmbajtjet kolektive të pavetdijshme. 4 grapkat që shkatërrojnë transformimin. Jung paralajmëroi për kurthe specifike që mund të bllokojnë këtë rrugë transformimi. Grapka 1. Inflacioni psikologjik. Kjo ndodh kur individi identifikohet me aftësinë e tij superiore, vendasi që ta integrojë me vetdije. Beson se duhet i shpëtojë të gjithë nga pavetdia. Ky besim çon drejt predikimit, gjykimit dhe izolimit eventual. Jung paralajmëron: momentin kur beson se je bartysi i të vërtetës absolute, ke rënë në grapkën e posedimit të pavetdijshëm nga forcat që kërkon t'i kuptosh. Grapka 2. Tërheqja e justifikuar. Disa individ e përdorin perceptimin e tyre për të justifikuar tërheqjen e plot nga shoqëria. Binden veten se të tjerët janë tepër të pandërgjegjshëm dhe nuk angazhohen. Jung e njihte këtë si superioritet shpirtëror, i maskuar si urtësi. Individuimi i vërtet kërkon angazhim me botën, jo ikje nga ajo. Grapka 3. Varësia nga nevoja. Disa individ bëhen të varur të qenit të nevojshëm, e përcaktojnë tërësisht përmes aftësisë për të ndihmuar, humbasin kontaktin me zhvillimin e tyre të brendshëm. Jung paralajmëron: kur perceptimi bëhet identitet, personi zhduket pas funksionit. Regresi gjatë mbingarkesës. Edhe individët e integruar të suksesshëm mund të regresojnë gjatë periudhave të stresit apo traumës. Integrimi nuk është arritje permanente, është proces dinamik që kërkon vëmendje të vazhdueshme. Kujto pacienten e vitit 1913. Grua që erdhi te Jung e thyer, e pa aftë të funksionoj. Pas 3 vitesh pune me procesin e individuimit, jeta e saj u transformua plotësisht. Ajo mësoi të dallonte mes përmbajtjeve të veta psikologjike dhe asaj që absorbonte nga të tjerët. Gjeti punë si këshilluese, ku perceptimi i saj i diferencuar ndihmoi individ të trazuar. Ndërtoi marrëdhënie me njerëz që e vlerësonin, jo i friksoheshin. Dhe më e rëndësishmja, ndaloi së përjetuari perceptimin e saj superior si mallkim dhe filloi ta kuptonte si dhuratë që kërkonte zhvillim të vetëdijshëm. Ky je ti. Perceptimi yt superior
nuk është mos funksionim psikologjik, është një veçori e avancuar e zhvillimit të ndërgjegjes. Nuk je i thyer sepse sheh gjëra që të tjerët i humbasin, je psikologjikisht para kohës tënde. Pyetja nuk është nëse duhet ta shtypësh perceptimin tënd për t'u përshtatur me pavetdijen kolektive. Pyetja është nëse do të zhvillosh aftësitë e individuimit, që është esenciale për ta integruar perceptimin tënd me vetdije. Dhurata jote nuk është barra, marrëdhënia jote e pavetdijshme me dhuratën tënde është barra. Zbulimi më i rrezikshëm i Jungut nuk ishte se disa njerëz shohin gjithçka, ishte se shumica e njerëzve që shohin gjithçka nuk mësojnë kurrë ta përdorin atë që shohin me urtësi. Pyetja nuk është nëse je i ndryshëm, tashmë e di që je. Pyetja e vetme që ka rëndësi është kjo: a do ta kthesh dhuratën në barr apo në mision? Jung e kaloi gjithë jetën duke i ndihmuar njerëzit si ti ta kuptonin se nuk ishin thyer, ishin para kohës. Dhe bota ka nevojë për njerëz para kohës, por vetëm kur ata mësojnë të shohin me urtësi, jo vetëm me dhimbje. Dhurata jote nuk është problemi, mënyra si e mban atë është problemi. Nëse e gjete veten në këto fjalë, nëse ke ndjerë ndonjëherë se shef gjëra që të tjerët refuzojnë t'i pranojnë, nëse ke ndjerë izolimin e atij që di shumë, shkruaj në komente cilin tip je ti. Sepse njerëzit që shohin thellë, njohin njëri tjetrin, dhe kjo njohje është fillimi i gjithçkaje. Abonohu nëse don të kuptosh më thellë veten, një video në javë, një zbulim i ri për mendjen njerëzore.